Veprimtari i njohur i komunitetit shqiptaro-amerikan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Heri Bayraktari, ka dalë publikisht në mbështetje të Vjosa Osmanit si president e vendit dhe për një mandat të dytë. Bayraktari, i cili ishte përfolur në publik si kandidat i mundshëm për president të Kosovës, përmes një video në Facebook u ka bërë thirrje deputetëve të pozitës dhe opozitës që ta votojnë Osmanin edhe për një mandat tjetër. Për 5 vite, presidentja Vjosa Osmani ka punuar ngushtë me komunitetin shqiptaro-amerikan dhe me miqta në Washington. Punën që kemi nisur së bashku nuk duhet të ndalet, objektivi është i qartë, anëtarësimi i Kosovës në NATO, prandaj unë e përkraj fuqishëm edhe një mandat të dytë për presidenten Osmani. Për 5 vjet, presidentja Osmani ka përfaqësuar Kosovën me dinjitet dhe ka forcuar lidhjen me SBA-n. Tani më shumë se kurrë na duhen institucione të forta, koordinime aleat dhe i leadership që njeh procesin. Kosova nuk fiton asgjë nga përçarjet, bllokadat apo zgjedhjet e reja. U bëj thirrje deputetëve, pozit dhe opozit, votojeni presidenten Osmani për një mandat të dytë në krye të shtetit, thot Bayraktari. Kujtojmë se më 17 nëntor 2025, presidentja Vjosa Osmani i ndau urdhrin e lirisë Heri Bayraktarit. Ajo tha se ishte nder i veçantë që i ndau urdhrin e lirisë si vlerësim për kontributin e tij të jashtëzakonshëm për lirinë, pavarësinë dhe shtetërtimin e Republikës së Kosovës. Për më shumë se 3 dekada, zoti Bayraktari ka qenë një nga zërat më të fuqishëm të Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qysh në vitet e para ai ka bashkëpunuar ngushtë me presidentin historik Ibrahim Rugova, duke përfaqësuar kauzën e Kosovës para institucioneve amerikane në një periudhë tepër të ndjeshme për vendin tonë. Gjithashtu ai ka qenë mbështetësi i palëkundur i luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, si dhe ka ngritur zërin e komunitetit shqiptaro-amerikan në arenën ndërkombëtare. Me përkushtim të patndalur, ai ka ndërtuar ura të rëndësishme bashkëpunimi me Shtëpinë e Bardhë, Kongresin Amerikan dhe me udhëheqës të tjerë në SBA, duke mbështetur Kosovën në momentet vendimtare dhe duke qëndruar krah popullit tonë. Faleminderit për gjithçka që keni bërë për Kosovën, zoti Heri Bayraktari. Urime dhe mirënjohje përjetshme, shkronte presidentja, teksa shpërndante fotot nga kjo ceremoni në Facebook.